Do t'i duhet një dush i ftohtë, qëndron nuk qëndron në pushtet, do duhet që diçka ta bënte të reflektonte. Do të kisha një pyetje për të, se pse garon. Gara e tij është me vetveten këtë zgjedhje. Është një rikthim i vështirë në mos i pamundur. Zyrat e tij përkojnë me zyrat e mikrokredive. Që do të thotë nëse mikrokrediti gjen aty ku janë njerëzit më të varfër, më vulnerabël, aty i kanë degët, të njëjta gjëra mund të themi edhe për zyrat elektorale të partisë tij. Kurse edhe kur ndahesh nga një marrëdhënie, jo më njëherë nga një marrëdhënie e keqe, jo më njëherë personi që do të lidhesh më pas do të jetë më i miri. Por të paktën është një hap i radhës që kërkosh një më të mirë edhe një më të mirë. Do të jetë partneri në koalicion, nëse do të kemi një qeveri koalicioni, më interesant dhe më i drejtë. Në termat e rritjes politike është e pamaturuar akoma kjo dalje e tij, ndoshta vite më vonë do t'i shërbente më shumë. Partia vetëm që ndjek një vijë ideologjike, mendoj që në të gjithë objektivat dhe programi e dim mund vi pak ekstremist,